Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ ku në vijmë ju ftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Shqipëria ka reaguar pas deklaratave të presidentit serb Aleksandar Vučić për mundësinë e ndryshimit të rrjedhës së lumit Iber, duke shprehur shqetësim të thellë dhe duke kërkuar respektimin e detyrimeve ndërkombëtare për urat ndërkufitare. Shqipëria ka kundërshtuar deklaratat e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për mundësinë e devijimit të lumit Iber duke cilësuar çështjen me ndikim të drejtpërdrejtë ndërkufitar. Në një reagim zyrtar, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme shpreh se ndryshimi i rrjedhës së një lumi që është pjesë e një sistemi ujor ndërkufitar nuk mund të konsiderohet një vendim i brendshëm dhe se nuk mund të merret në mënyrë të njëanshme. Sipas Tiranës, çdo ndërhyrje në rrjedhën e lumit Iber mund të prekë drejt për drejt territorin, mjedisin, sigurinë ujore, furnizimin me ujë dhe jetën e qytetarëve të Kosovës. Shqipëria thekson se e drejta ndërkombëtare e ujrave parashikon detyrime të qarta për përdorimin e drejtë dhe të arsyeshëm të burimeve ujore ndërkufitare, parandalimin e dëmeve, shkëmbimin e informacionit dhe konsultimin mes palëve. Tirana kërkon që Serbia të respektojë detyrimet ndërkombëtare dhe parimet e fqinjësisë së mirë, ndërsa çdo projekt që mund të ndikojë në rrjedhën, sasinë apo cilësinë e ujrave që prekin Kosovën, duhet të shoqërohet me transparencë, vlerësim shkencor të ndikimit dhe konsultim me palën e prekur. Në reagim theksohet se uji nuk mund të përdoret si instrument presioni politik dhe as si mjet për të ndëshkuar një vend apo një popullsi tjetër. Shqipëria shpreh mbështetjen e saj për të drejtën e Kosovës për siguri, zhvillim të qëndrueshëm dhe mbrojtjen e burimeve të saj ujrore, ndërsa situata mbetet në vëmendjen e institucioneve shqiptare dhe ndërkombëtare. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi qeverinë për ndikim mbi media dhe kundërshtoi të dhënat e publikuara nga Autoriteti i Mediave Autovizive për hapësirën mediatike të mazhorancës dhe opozitës. Berisha u ndal edhe te deklaratat e presidentit ukrainas Zelenski për Kosovën. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama për kontroll dhe censurë ndaj medias, duke kundërshtuar raportimet e Autoritetit të Mediave Autovizive mbi pasqyrimin e aktorëve politik në ekranet televizive. Në një konferencë për mediat nga selia e Partisë Demokratike, Berisha deklaroi se numri i përmendjeve të një politikani apo force politike nuk mund të merret si tregues i hapësirës mediatike, pasi sipas tij, një pjesë e raportimeve për opozitën lidhet me sulme dhe akuza ndaj saj. Sipas monitorimit të pretenduar nga zyra e shtypit të PD-s, kreu demokrat tha se 4 nga televizionet kombëtare i kanë kushtuar mazhorancës dhe kryeministrit Edi Rama mbi 15 orë transmetim gjatë një muaji, ndërsa opozitës rreth 4 orë e 46 minuta. Zyra e shtypit ka monitoruar 4 televizionet kombëtare, të cilët janë dhe mumuthët, oligarkët, janë në një mënyrë apo një tjetër censorët dhe xhelatët më kryesor të fjalës së lirë. Mediat, këto 4 media kombëtare, i kanë kushtuar Edi Ramës në 30 ditë dhe Partisë Socialiste 7 në një muaj të marrë së bashku 15 orë, 10 minuta dhe 59 sekonda. 15 orë, kundrejt vetëm 4 orëve, 46 minutave, 43 sekondave apo 23.9% opozitës. Edhe lajmet që japin non-stop për protestën 71 ditore, mediat ja llogaritë si kohë Partisë Demokratike, në të cilat për Partitë Demokratike nga këto media është dhënë 1 minutë e 30 sekonda, kurse për Partitë Socialiste, dhe kjo është data 26 qershor, për Partitë Socialiste 48 minuta. Në të njëjtën dalje për mediat, Berisha komentoi edhe deklaratat e presidentit Ukrainas Volodymyr Zelenski për Kosovën. Ai cilësoi të papranueshme qëndrimet e Zelenskit për statusin e Kosovës, duke argumentuar se ato bien ndesh me të drejtën ndërkombëtare dhe qëndrimet e NATO-s. Megjithatë, kreu i demokratëve theksoi se Shqipëria duhet të vijojë mbështetjen ndaj Ukrainës përballë agresionit rus, pavarësisht deklaratave të presidentit Ukrainas për Kosovën. Ne shprehim keqardhje për deklaratën e presidentit Zelenski në Beograd për pavarësinë e Kosovës, të cilin ai u shpreh se është e njëanshme. Kjo deklaratë e presidentit Zelenski vjen
në kundërshtim të hapur me vendimet e Aleancës Atlantikut Veriut, me planin e Ahtisarit të ngarkuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, vjen në kundërshtim të hapur me vendimet e vendeve kryesore antare të Aleancës Atlantikut Veriut, vjen në kundërshtim të hapur me ligjin, me të drejtën dhe ligjin ndërkombëtar, të interpretuara ato në kërkesë të Beogradit nga Gjykata Ndërkombëtare e Organizatës Kombeve të Bashkuara, e cila është të shprehur për legjimitetin e pavarësisë së Kosovës. Në Shqipëri dhe në Kosovë, ata janë solidarizuar plotësisht me luftën heroike të popullit ukrainës në udhëheqjen e presidentit Zelenski kundër agresionit barbar rus. Detajet të reja dalin nga vrasja e 20-vjeçarit Johan Zuko në Korçë, ku në vendin ku ndodhi ngjarja ndodhen ende gjurmët e përplasjes me armë, ndërsa autori i dyshuar Kristian Sterjo u arrestua pas disa orësh kërkime nga policia dhe Renea. Këto janë pamjet nga pallati në lagje numër 14 të Korçës, aty ku mbrëmjen e së shtunës u vra me armë zjarri 20-vjeçari Johan Zuko. Në katin e tretë të pallatit dallohen ende shenjat e plumbave në mur, ndërsa në dysheme janë të dukshme gjurmë gjaku të mbetura pas përplasjes së armatosur. Sipas të dhënave paraprake të hetimit, viktima është ndjekur nga autori dyshuar deri në pallat, ku më pas është qelluar me armë zjarri. Menjëherë pas ngjarjes, në vendngjarje mbërritën forca të shumta policie dhe grupi hetimor, ndërsa ekspertët kriminalistik vijuan administrimin e provave për dokumentimin e plotë të skenës së krimit. Pas disa orësh kërkimesh, policia arriti të arrestojë autorin e dyshuar, 20-vjeçarin Kristian Sterjo. Ai u kap rreth mesnatës pranë zonës së Mitropolis në Korçë, ndërsa dyshohet se për rreth 6 orë ishte fshirur në zonën pranë varrezave të qytetit e njohur si Fusha e Druve. Sipas burimeve hetimore, Sterjo ishte rikthyer drejt banesës për të marrë para dhe për të vijuar largimin, por është pikasur nga shërbimet e policisë dhe është vënë në pranga. Në operacionin e kërkimit u angazhuan edhe forcat Renea, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht motivin dhe dinamikën e vrasjes. Ndërkohë nëna e 20-vjeçarit Johan Zuko ka reaguar pas humbjes së të birit, duke njoftuar edhe datën e ceremonisë së lamtumirës së fundit. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Ornela Zuko bëri të ditur se i biri do të përcillet në banesën e fundit më 11 gusht në orën 12. Në mesazhin e saj, ajo e cilësoi të birin dritën e syve dhe shprehu dhimbjen për humbjen e parakohshme të tij. Johan Zuko humbi jetën pas një konflikti me bashkëmoshatarin e tij, Kristian Sterjo, i cili tashmë ndodhet në duart e policisë dhe pritet të përballet me drejtësinë për ngjarjen e rëndë. Zjarret vijojnë të mbajnë alarm disa zona të vendit. Në krahas të Krujës, një vatër e re që dyshohet se është shkaktuar qëllimisht, po përparon e favorizuar nga era, ndërsa zjarfiksit kanë krijuar një perimetër sigurie për të mbrojtur depot e eksplozivit. Ndërkohë në Gjirokastër, një zjarr i madh me Sandon Poçi dhe Hundkuqit u shua pas 7 orësh përplasje mes flakësh. Një vatër e re zjarri është aktivizuar në krast të Krujës, këtë herë në pjesën veriore të masivit, duke rikthyer situatën e vështirë në këtë zonë. Flakët që dyshohet se janë vendosur qëllimisht, po përparojnë të favorizuara edhe nga era e fortë. Për shkak të terrenit të vështirë, në operacion është rikthyer edhe helikopteri i forcës ajrore. Shqetësimi kryesor lidhet me faktin se në afërsitë të zonës ndodhen depot e eksplozivit që përdoren për furnizimin e guroreve. Forcat zjarfikse të Krujës kanë krijuar një perimetër sigurie me qëllim frenimin e flakëve dhe parandalimin e afrimit të tyre pranë depove. Ndërhyrja nga toka vijon, ndërsa terreni i vështirë po e komplikon operacionin. Një tjetër zjarr i përmasave të mëdha është regjistruar gjatë natës në Gjirokastër mes fshatrave Andon Poçi dhe Hundkuq. Alarmi u dha rreth orës 22:38 nga një qytetar. Në vendngjarje u nisën fillimisht 2 grupe zjarfikse, por me mbërritje në zonë u konstatuan 3 vatra aktive të shtrira në 2 kodra të ndryshme. Terreni malor dhe i thyer i mbuluar me shkure dhe bimësi të dendur e bëri të pamundur ndërhyrjen me automjete. Gjithë efektivi i MZSH-s së Gjirokastrës u angazhuan në operacion, duke u përshëndruar në frenimin e përhapjes së flakëve drejt zonave të banuara. Pas rreth 7 orësh përballje me zjarrin, vatrat u shuan plotësisht rreth orës 5:30 të mëngjesit. Deri tani nuk raportohen dëme në banesa apo persona të lënduar.
Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, gjatë 24 orëve të fundit në vend janë raportuar 27 vatra zjarri, 5 prej tyre vijojnë të inaktive dhe 2 të tjera janë në monitorim. Në operacion janë angazhuar 42 automjete zjarfikse dhe 371 forca operacionale, ndërsa në mbështetje janë 153 efektiv të forcave të armatosura, 6 automjete zjarfikse, 4 helikopter dhe avioni Air Tractor. Në Mallakasër, zjarri në aksin Panahor-Ndrenje-Vllosh është në kontroll, ndërsa vijon puna për kontrollin e perimetrit me forcat të FAS, zjarfikës, trupa bashkiake dhe shërbimin pyjor. Në Drenje të Patosit po punohet për izolimin e vatrës me 3 automjete zjarfikse, 12 efektiv të MZSH-s, 10 forca bashkiake dhe 20 trupa të forcave të armatosura. Ndërkohë në Cikalesh të Kavajës, Dajt dhe Priske Madhe, situata mbahet në monitorim dhe nuk raportohet rrezik për zonat e banuara. Në Vilës të Kurbinit, zjarri vijon aktiv, ndërsa ndërhyrja e helikopterëve ka frenuar për hapjen e flakëve dhe ka shmangur rrezikun për kishën, varrezat dhe banesat. Strukturat e mbrojtjes civile vijojnë monitorimin dhe ndërhyrje në terren me prioritet mbrojtjen e banesave, zonave të banuara dhe infrastrukturës kritike. Policia e Durrësit ka finalizuar operacionin Wanted 37 duke arrestuar një shtetas të shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane. Ai ishte dënuar nga gjykata e apelit në Firenze me 14 vite burg për trafik narkotikësh. Një 43 vjeçar i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane është arrestuar në Durrës me qëllim ekstradimi. Policia e Durrësit bëri të ditur se operacioni i koduar Wanted 37 u finalizua pas bashkëpunimit me Interpol Tiranën dhe autoritetet homologe në Itali. Në kuadër të hetimeve, specialistët e seksionit për mbështetjen operacionale të hetimit lokalizuan në lagjen numër 17-1 të Durrësit shtetasin Kastriot Durmyshi alias Kastriot Dermishi. 43 vjeçari ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi gjykata e apelit në Firenze kishte dënuar me 14 vite burgim për veprën penale trafikimi i lëndëve narkotike. Sipas autoriteteve italiane, nga dënimi i dhënë Dermyshit i kanë mbetur për të vuajtur edhe 12 vite, 9 muaj e 24 ditë burgim. Aktualisht Interpol Tirana dhe autoritetet italiane po vijojnë procedurat për ekstradimin e tij drejt Italisë. Policia e Krujës ka finalizuar operacionin Baruni duke goditur një rast të kultivimit të bimëve narkotike. Një 62 vjeçar u kap në flagrancë në parcelën ku kishte kultivuar bimë kanabisi, të cilat më pas u azhjesuan. Një 62 vjeçar është arrestuar nga policia e Krujës pasi u kap duke kultivuar bimë narkotike. Operacioni i koduar Baruni u finalizua nga shërbimet e komisariatit të policisë Krujë në kuadër të kontrolleve të shtuara për parandalimin dhe goditjen e kultivimit të kanabisit. Gjatë kontrolleve në vendin e quajtur Skahide në lagjen Barun të Krujës, uniformat blu zbuluan një parcel të kultivuar me bimë të dyshuara narkotike kanabis sativa. Në momentin e ndërhyrjes në parcel u kap në flagrancë shtetasin me iniciale EP 62 vjeç, banues në Krujë, dyshuar si autori i kultivimit të bimëve narkotike. Bimët e konstatuara u azhjesuan me anë të djegjes, ndërsa materialet procedurale ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme. Policia bën me dije se kontrollet do të vijojnë në të gjithë territorin e Krujës me qëllim evidentimin dhe goditjen e rasteve të kultivimit të bimëve narkotike. Kulmi i sezonit turistik ka sjellë fluks të shtuar në të dyja anët e kufirit Shqipëri-Kosovë. Në Morinë dhe Vërmicë, lëvizja e mjeteve është e dendur, ndërsa kontrollet vijojnë me kapacitet të plotë. Fluksi i lartë udhëtarësh dhe automjetesh është regjistruar këtë mesditë në kufirin Shqipëri-Kosovë në kulmin e sezonit turistik. Në pikën kufitare të Morinës raportohet lëvizje e shtuar e mjeteve dhe qytetarëve që hyjnë në Shqipëri, ndërsa në sportelet e kontrollit po punohet me kapacitet të plotë. Pavarësisht fluksit, aktualisht nuk raportohet për radhë të gjata apo pritje të konsiderueshme. Lëvizjet të dendura janë evidentuar edhe në pikën kufitare të Vërmicës në drejtim të Kosovës. Fluksi lidhet kryesisht me kthimin e qytetarëve të Kosovës pas pushimeve në Bregdetin shqiptar, por edhe me pjesëtar të diasporës që po udhëtojnë drejt vendlindjes. Të shumta janë edhe automjetet e qytetarëve që kanë kaluar fundjavën ose disa ditë pushimi në Shqipëri dhe tashmë po rikthehen drejt Kosovës. Ngarkesa e mjeteve është reflektuar edhe në rrugën e Kombit, veçanërisht në segmentin tuneli i Kalimashit Kukës Morin, ku qarkullimi vijon të jetë i dendur.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka paralajmëruar se Beogradi po shqyrton mundësinë e ndryshimit të rrjedhës së lumit Ibër nëse sipas tij Prishtina vijon të ushtrojë presion ndaj serbëve në Kosovë. Lumi Ibër është një burim strategjik për furnizimin me ujë dhe prodhimin e energjisë elektrike në Kosovë. Një tjetër kërcënim ka ardhur nga Beogradi ndaj Kosovës. Presidenti serb Aleksandar Vučić deklaroi se Serbia po shqyrton mundësinë e devijimit të lumit Ibër duke i lidhur këtë me situatën e serbëve në Kosovë. Vučić tha se Serbia ka angazhuar ekspert, inxhinier dhe specialistë për të analizuar këtë mundësi, ndërsa shtoi se Beogradi po shqyrton disa variante për ndryshimin e rrjedhës së lumit. Lideri serb tha gjithashtu se nuk beson se situata do të çojë në një përplasje me NATO, duke deklaruar se Serbia po kërkon mënyra për të ndihmuar komunitetin serb në Kosovë. Lumi Ibër është rreth 270 kilometra i gjatë dhe përshkon territoret e Serbisë, malit të zi dhe Kosovës. Rrjedha e tij lidhet me liçenin e Ujmanit, një nga burimet më të rëndësishme ujërore dhe energjetike të Kosovës. Nga ky sistem varet furnizimi me ujë një pjesë të madhe të territorit të Kosovës, si dhe funksionimi i hidrocentralit të Ujmanit. Ideja për devijimin e lumit Ibër nuk është e re. Vučić e ka përmendur edhe më herët, ndërsa çështja është rikthyer në diskursin politik serb në periudha të tensioneve të shtuara mes Beogradit dhe Prishtinës. Deklarata e fundit vjen gjithashtu pas debateve të vazhdueshme mes Kosovës dhe Serbisë, ndërsa dialogu për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve vijon pa një marrëveshje përfundimtare. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme ka reaguar pas deklaratave të presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky gjatë vizitës në Serbi, duke theksuar se çështja e Kosovës dhe agresioni rus ndaj Ukrainës janë dy realitete të ndryshme që nuk mund të krahasohen. Tirana i është përgjigjur deklaratave të presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky pas vizitës së tij në Serbi dhe qëndrimeve të shprehura për Kosovën. Në një reagim zyrtar, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme vlerëson vizitën e Zelenskit në Beograd si një mundësi për dialog, por thekson se pavarësia e Kosovës nuk mund të vendoset në të njëjtin ekuacion me situatën në Ukrainë. Sipas Tiranës, çdo përpjekje për të krijuar paralele mes Kosovës dhe konfliktit ukrainas është e gabuar dhe çorientuese. Ministria shqiptare i thekson mbështetjen e saj për sovranitetin, integritetin territorial dhe të ardhmen europiane të Ukrainës, duke cilësuar agresionin rus si një shkelje të rëndë të kartës së Kombeve të Bashkuara dhe të së drejtës ndërkombëtare. Në reagim rikujtohet edhe opinioni i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, e cila ka arritur në përfundimin se deklarata e pavarësisë së Kosovës nuk ka shkelur të drejtën ndërkombëtare. Tirana thekson se pavarësia e Kosovës është pjesë e realitetit politik të Ballkanit Perëndimor dhe se Serbia dhe Kosova duhet të ecin drejt një të ardhmeje të përbashkët evropiane. Sipas Ministrisë së Jashtme, normalizimi i marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit, që duhet të çojë në njohje reciproke, është rruga drejt paqes dhe stabilitetit afatgjat në rajon. Në fund të reagimit, Tirana vlerëson se afrimi i Serbisë me Evropën dhe largimi i saj nga ndikimi rus është një zhvillim pozitiv, por nënvizon se kjo nuk duhet të shoqërohet me relativizimin e çështjes së Kosovës. Mesazhi i qartë i Shqipërisë është se mbështetja për Ukrainën mbetet e pandryshuar, ndërsa pavarësia e Kosovës nuk mund të krahasohet me konfliktin e shkaktuar nga agresioni rus. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.